Partia Demokratike ka vendosur bojkotimin e seancave plenare, por sipas qytetarëve vlonjat, ndjekës të rregullt të zhvillimeve politike në vend, ky është një vendim i gabuar. Vlonjatët shprehen se parlamenti është vendi ku opozita është më e fortë, të debatojë, të shpalos hallet e qytetarëve, si edhe të kundërshtojë projekt vendimet e gabuara. Bojkotimi i seancave plenare sipas tyre favorizon pushtetin. Vlonjatët komentojnë edhe zgjedhjet brenda partisë, duke thënë se emërtimi në postë drejtuese i figurave të vjetra politike nuk sjell asgjë të re. Në Partinë Demokratike sipas tyre duhen të rinj, intelektual dhe të formuar. Përja politike, unë do të me dhe kaq. Unë kam pas një lidhje të hershme me avokat në Komitetit Evropian që në nërë të njëshin. Me orgjë Kosovar. Dhe Sali Berisha më ka arrestuar në 95-ën, më ka mbajt 20 orë në burg. Shiko se çfarë i thoshte Sali Berisha. O, Sali Berisha, thot. Ke pjetë për mua se ku shamoni, thot. Shko për terroristin dhe financiarin Helmut Kohl. Për ta përmbysur atë sistem të parë, dhe edhe Gjermania për një morë me krye Helmut Kohlin, në ato kanë shpërzuar 5 miliard dolar. Sali Berisha është i rekrutuar që në vitin 1979 nga UDB Jugoslave. Dhe 2 vëllezrit, Partia Demokratike 1 dhe Partia Socialiste. Partia Demokratike është parti naziste, nësa Partia Socialiste, parti fashiste. Nuk kam bje. Shiko, Sali Berisha po vetë 84 vjeç. Edhe vi problemi, a i gjota le politikën me, a i po mban peng Shqipëri. Nuk be PD-ja, PD-ja nuk është parti më. është parti reaksionare. Nuk është parti e popullit. Ashtë PS-ja. Ba më nga mua. Duhet opozit. Këta që po i arritur në protest, duhet të ngrihen e të rëzojnë që të dy janë për në burg. Do bënd të mirë që edhe seancët i blokonte, po edhe Saliu të ikë të ndeja. Edhe Saliu të ikë. Të dyja gjërat. Nuk janë seanca plenare, ato to janë kot. A i ka 3 mandate dhe bën qari do qefi. Kush që pyet ata? Po kush që pyet ata ore, kush që pyet? Ata janë të dy bashkore. Janë të dy bashkë, mos e diskutat punë. Ato janë rredhe kryetarit, unë bëjtë që dyër, që bënë, që flisë të diskutoni. Do mi me atë flamunokët e mi e bërë verem mi e bërë. Po qarë është e më flamunokët, ore minut flamunokët, e di që bërë ati e në atë ku bërë atë falë. Me në atë demonstrat të asë i mitin. E bajti ati e ka i gazi që kur helmon me gaz. Të dy palet, të rinj. Rinia, ja ju që i kështu të rinj. A tjetër që do të opozit. A tjetër po kryo të opozit edhe ere. Këta nuk janë morë, nuk janë. Ora po çmendëm ora. Ora po unë kam qenë me Saliun. Me Saliun. Që kur u krijua, që kur morëm atë të parit. E deri më sot po ngel me Salinë me Edin, me Gjën, me terren. Ka unë me Renin, o do të fitoj Renin o s'ka. Negativ sepse në parlament bëhet debati. Duke larguar s'ka debat. S'ka kundërshtim të njenëve gjërës të natyre që mund që vendos të veri. Më të fryqme. Po dyhet Inshallah i ferrat mendjes Partia Demokratike të largojnë në ratë parë Sali Berishën në kreu. Pastaj gjithë kastën e tjera. Shumë pozitiv. Po të i thrasë mendjes që të largojnë Sali Berishën. Sjell diktaturë brenda partisë. Po duhet. Ka brez të rinj shumë të mirë, shumë përgatitur. Shumë më të përgatitur se ata që janë në krye. Sali Berisha ka coptuar opozitën, nuk ka opozitë. Dhe ai vetë se bën. Por ka edhe nga ata të cilët e kanë humbur shpresën nga politika, shohin jetën personale dhe nuk duan t'ia dinë apo të komentojnë për zhvillime politike. Jo, falenderoj. Nuk merrem me këto gjëra se Shqipëria është fatkeqe dhe fatkeqe do vazhdoj, nuk e di se do vazhdoj akoma. Nuk kuptoj shumë sepse unë jam fshatar dhe jam pa tokë. Më vjen keq, por nuk kuptoj, nuk marr vesh nga këto gjëra. Unë di këtë gjë që Shqipëria është fatkeqe. Popull fatkeq, s'ke çfarë thonë. Ne presim vetëm nga Zoti dhe Zoti do ndërhyjë së shpejti dhe do të bëjë atë që duhet bërë. Bojkotimi i seancave plenare si edhe zgjedhjet për brenda partisë për funksionarët janë dy prej zhvillimeve më të fundit dhe të rëndësishme të ndodhura në Partinë Demokratike. Qëllimi është një opozitë më e fortë, por pritet të shihet se sa kjo gjë do të arrihet.